fryti i së vërtetës. Fjalët e Elohimit në zemrën e dikujt. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. 21. Fryti i së vërtetës. Zemra, hiqni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjini tokë të mirë, mbyllni farat e së vërtetës dhe jepni fryt duke kultivuar të vërtetën. Rikthimi i tokës. Gjeni të pavërtetën që Bibla thotë të hidhni ose të mos bëni, hiqeni nga zemra dhe bëjeni tokë pjellore. Mbjellja e farave të së vërtetës. Gjeni të vërtetën që Bibla thotë të ruani dhe mbyllni farën e së vërtetës në arën e zemrës të bërë me tokë pjellore, kultivoni atë dhe jepni frytin e së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Projekti. 1. Projekti, hidheni. 2. Projekti, mos e bëj. 3. Projekti, mbaje. 4. Projekti, bëje. IV, projekti, bëje. Nxirreni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjeni tokë të mirë. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. Hebrejve 3:1. Prandaj, o vëllezër të shenjtë, pjesëtar të thirrjes qiellore, vështroni apostullin dhe kryepriftin e rrëfimit të besimit ton, Jezu Krishtin. Hebrejve 10:22. Le t'i afrohemi me zemër të vërtetë, me siguri të plot besimi, duke i pasur zemrat tona të lara prej ndërgjegjës së ligë dhe trupin të larë me ujë të kulluar. Hebrejve 10:23. Le të mbajmë të patundur rrëfimin e shpresës sonë, sepse besnik është ai që premtoi. Hebrejve 10:24. Dhe le të kujdesemi për njëri tjetrin, për të nxitur për dashuri dhe vepra të mira. Hebrejve 10:32. Dhe tani sillni ndërmend ditët e mëparshme, në të cilat, pasi u ndriçuat, keni duruar një luftë të madhe vuajtjesh. Hebrejve 11:6. Edhe pa besim është e pamundur t'i pëlqesh atij, sepse ai që i afrohet Perëndis duhet të besojë se Perëndia është, dhe se është shpërblenjësi i atyre që e kërkojnë atë. Hebrejve 12:2. Duke i drejtuar sytë te Jezusi, kreu dhe plotësonjësi i besimit, i cili, për gëzimin që ishte përpara tij, duroi kryqin duke e përçmuar fyerjen dhe u ul në të djathtën e fronit të Perëndisë. Hebrejve 12:14. Kërkoni paqe me të gjithë dhe shenjtërim, pa të cilin askush nuk ka për të parë Perëndin. Hebrejve 12:15. Duke u kujdesur fort që askush të mos mbetet pa hirin e Perëndisë dhe se mos mbi ndonjë rënje e hidhur dhe t'ju turbullojë dhe me anë të saj të ndoten shumë njerëz. Hebrejve 12:16. Se mos ndodhet ndonjë kurvar ose profan, si Esau, i cili për një gjell shiti të drejtën e tij të parbirnisë. Hebrejve 13:1. Dashuria vëllazërore le të mbetet. Hebrejve 13:3. Kujtoni të burgosurit si të ishit të lidhur bashkë me ta, dhe ata që keq trajtohen, sepse edhe ju vetë jeni në tru. Hebrejve 13:7. Kujtoni të parët tuaj që ju shpallën fjalën e Perëndisë dhe, duke çmuar rezultatin e sjelljes së tyre, merrni si shembull besimin e tyre. Hebrejve 13:15.
Me anë të tij, pra, le t'i ofrojmë vazhdimisht Perëndis një flijim lavdie, domethënë frytin e buzëve që rrëfejnë emrin e tij. Hebrejve 13:17. Dëgjoni të parët tuaj dhe nënshtrohuni atyre, sepse ata rinë zgjuar për shpirtrat tuaj, si ata që duhet të japin llogari, që ta bëjnë këtë me gëzim dhe jo me psheretima, sepse kjo nuk do t'ju sillte dobi. Hebrejve 13:18. Lutuni për ne, sepse ne besojmë se kemi ndërgjegje të mirë, duke dashur të sillemi mirë në çdo gjë. Jakobi 1:2. Ta konsideroni një gëzim të madh, o vëllezër të mi, kur ndodheni përballë provash nga më të ndryshmet. Jakobi 1:4. Dhe qëndrueshmëria të kryejë në ju një vepër të përsosur, që ju të jeni të përsosur dhe të plot, pa asnjë të medh. Jakobi 1:5. Jei kuriam iš jūsų trūksta išminties, te prašo Dievą, kuris visiems dosniai duoda ir nepriekaištauja, ir jam bus suteikta. Jakobi 1:6. Por le ta kërkoj me besim, pa dyshuar, sepse ai që dyshon i ngjan valës së detit, të cilën e ngre dhe e përplas era. Jakobi 1:9. Dhe vëllai më i poshtëm le të madhështohet në lartësimin e tij. Jakobi 1:10. Dhe i pasuri në uljen e tij, sepse do të shkoj si lule bari. Jakobi 1:19. Prandaj, vëllezërit e mi shumë të dashur, çdo njeri të jetë i shpejt në të dëgjuar, i ngadalshëm në të folur dhe i ngadalshëm në zemërim. Jakobi 1:22. Dhe bëhuni bërës të fjalës dhe jo vetëm dëgjues që gënjejnë vetveten. Jakobi 2:12. Prandaj të flisni e të veproni sikurse të duhet të gjykoheshit nga ligji i lirisë. Jakobi 3:13. Kush është ndër ju i urtë dhe i ditur? Le të tregoj me sjellje të bukur veprat e tij me zemërbutësi të urtësisë. Jakobi 4:7. Nënshtrojuni, pra, Perëndis, kundërshtoni djallin dhe ai do të largohet nga ju. Jakobi 4:8. Afrohuni te Perëndia dhe ai do t'ju afrohet juve. Pastroni duart tuaja, o mëkatar, dhe pastroni zemrat o njerëz me dy mendje. Jakobi 4:10. Përuluni përpara Zotit dhe ai do t'ju lartësojë. Jakobi 5:1. Dhe tani ju, o pasanik, qani dhe vajtoni për të këqijat që do t'ju zënë. Jakobi 5:8. Jini të durueshëm edhe ju dhe forconi zemrat tuaja, sepse ardhja e Zotit është afër. Jakobi 5:10. O vëllezër të mi, merrni si shembull vuajtjeje dhe durimi profetët që folën në emër të Zotit. Jakobi 5:13. A vuan ndonjë nga ju? Le të lutet.
A është i gëzuar ndokush? Le të këndoj psalme. Jakobi 5:14. A është i sëmur ndonjë nga ju? Le të thëras pleqt e kishës dhe ata të luten për mbi të, dhe le ta luajnë me vaj në emër të Zotit. Jakobi 5:16. Rrëfeni fajet njëri tjetrit dhe lutuni për njëri tjetrin, që të shëroheni. Shumë fuqi ka lutja e të drejtit kur bëhet me gjithë shpirt. 1 Pjetrit 1:13. Prandaj ngjeshni jetë e mendjes suaj, rini zgjuar dhe mbani shpresë të plot në hirin që do vi mbi ju në zbulesën e Jezu Krishtit. 1 Pjetrit 1:15. Por ashtu si është i shenjtë ai që ju thirri, të jini edhe ju të shenjtë në gjithë sjelljen tuaj. Një Pjetrit 1:16. Sepse është shkruar, jini të shenjtë, sepse unë jam i shenjtë. 1 Pjetrit 1:17. Dhe në qoftë se thërrisni si ata atë që, pa favorizuar njeri, gjykon sipas veprës së gjithë secilit, kalojeni kohën e shtegtimit tuaj mbi dhe me frikë. 1 Pjetrit 1:22. Mbasi të pastroni shpirtrat tuaj me bindje ndaj së vërtetës me anë të frymës, për të pasur një dashuri vëllazërore pa hipokrizi, të doni fort njëri tjetrin me zemër të pastër. 1 Pjetrit 2:2. Po si foshnja të sapo lindura, të dëshironi fort qumështin e pastër të fjalës, që të rriteni me anë të tij. 1 Pjetrit 2:5. Edhe ju, sigur të gjallë, ndërtoheni për të qenë një shtëpi frymërore, një priftëri e shenjtë, për të ofruar flijime frymërore, që i pëlqejnë Perëndisë me anë të Jezu Krishtit. 1 Pjetrit 2:11. Shumë të dashur, unë ju këshilloj, si të huaj dhe shtegtar, të hiqni dorë nga lakmit e mishit, që luftojnë kundër shpirtit. 1 Pjetrit 2:13. Nënshtrohuni, pra, për hir të Zotit, çdo pushteti njerëzor, qoftë mbretit, si më të lartit. 1 Pjetrit 2:14. Qoftë qeveritarëve, si të dërguar prej tij për të ndëshkuar keqbërësit dhe për të lavdëruar ata që bëjnë të mirën. 1 Pjetrit 2:16. Silluni si njerëz të lirë, por jo duke përdorur lirinë si një pretekst për të mbuluar ligësinë, por si shërbëtor të Perëndisë. 1 Pjetrit 2:17. Nderoni të gjithë, doni vëllazërinë, druani Perëndinë, nderoni mbretin. 1 Pjetrit 2:18. Ju, shërbëtor, nënshtrohuni me plot druajtje zotërinëve tuaj, jo vetëm të mirëve dhe të drejtëve, por edhe të padrejtëve. 1 Pjetrit 3:1. Gjithashtu dhe ju, gra, nënshtrojuni burrave tuaj, që, edhe nëse disa nuk i binden fjalës, të fitohen pa fjalë, nga sjellja e grave të tyre. 1 Pjetrit 3:4. Por njeriu i fshehur i zemrës, me pastërtinë që nuk prishet të një shpirti të butë dhe të qetë, që ka vlerë të madhe përpara Perëndisë. 1 Pjetrit 3:7. Ju burra, gjithashtu, jetoni me gratë tuaja me urtësi, duke e çmuar gruan si një enë më delikate dhe e nderoni sepse janë bashkëtrashëgimtare me ju të hirit të jetës, që të mos pengohen lutjet tuaja. 1 Pjetrit 3:8. Dhe më në fund jeni të gjithë të një mendjeje, të dhëmshur, plot dashuri vëllazërore, të mëshirshëm dhe dashamirës.
1 Pjetrit 3, 11. Të largohet nga e keqja dhe të bëjë të mirën, të kërkoj paqen dhe të ndjek atë. 1 Pjetrit 3, 15. Madje shenjtëroni Zotin Perëndin në zemrat tuaja dhe jini gjithnjë gati për të përgjigjur në mbrojtjen tuaj kujtdo që ju kërkon shpjegime për shpresën që është në ju, por me butësi e me druajtje. 1 Pjetrit 3, 16. Duke pasur ndërgjegje të mirë që, kur t'ju padisin si keqbërës, të turpërohen ata që shpifin për sjelljen tuaj të mirë në Krishtin. 1 Pjetrit 4, 1. Sepse duke qenë se Krishti ka vuajtur për ne në mish, armatosuni edhe ju me të njëjtin mendim, sepse ai që ka vuajtur në mish pushoi së mëkatuari. 1 Pjetrit 4, 7. Tashmë fundi i të gjithave u afrua, jini, pra, të përkohur dhe rrini zgjuar për t'ju kushtuar lutjeve. 1 Pjetrit 4, 8. Dhe të keni para së gjithash një dashuri të madhe për njëri tjetrin, sepse dashuria do të mbulojë një shumicë mëkatesh. 1 Pjetrit 4, 8. Jini mikpritës njëri për tjetrin, pa murmuritje. 1 Pjetrit 4, 10. Gjithsecili le ta vërë në shërbim të tjetrit dhuntin që ka marrë, si kujdestar të mirë të hirit të shumëfarshëm të Perëndisë. 1 Pjetrit 4, 13. Por gëzohuni duke qenë pjesëtar të mundimeve të Krishtit, që edhe në zbulesën e lavdisë së tij të mund të gëzoheni dhe të ngazëlloheni. 1 Pjetrit 4, 16. Por, nëse dikush vuan si i krishter, le të mos ketë turp, por le të përlëvdoj Perëndin për këtë. 1 Pjetrit 5, 3. Dhe jo si zotëronjës mbi ata që ju janë besuar, por duke u bërë shembull për tufën. 1 Pjetrit 5, 3. Gjithashtu ju, të rinjt, nënshtrojuni pleqeve. Po, nënshtrojuni të gjithë njëri tjetrit dhe vishuni me përulje, sepse Perëndia i kundërshton krenarët, por u jep hir të përulurve. 1 Pjetrit 5, 7. Dhe gjithë merakun tuaj hidheni mbi të, sepse ai merakoset për ju. 1 Pjetrit 5, 8. Jini të përmbajtur, rini zgjuar, sepse kundërshtari juaj, djalli, sillet rreth e qark si një luan vrumbullues, duke kërkuar cilin mund të përpijë. 1 Pjetrit 5, 9. Kundërshtojeni duke qëndruar të patundur në besim, sepse e dini se të njëjtat vuajtje po i heqin vëllezërit tuaj të shpërndar në përboll. 1 Pjetrit 5, 12. Ju shkrova shkurt me anë të Silvanit, që më duket një vëlla besnik, duke ju bërë thirrje dhe duke ju dëshmuar se hiri i vërtet i Perëndisë është ai në të cilin qëndroni. 2 Pjetrit 1, 5. Edhe ju, për të njëjtën arsye, duke bërë çdo përpjekje, t'i shtoni besimit tuaj virtytin dhe virtytit diturinë. 2 Pjetrit 1, 6. Diturisë vetë kontrollit qëndresën, qëndresës perëndishmërinë. 2 Pjetrit 1, 7. Mëshirës dashurinë vëllazërore dhe dashurisë vëllazërore dashurinë. 2 Pjetrit 1, 10.
Prandaj, vëllezër, përpiquni gjithnjë e më shumë ta përforconi thirrjen dhe zgjedhjen tuaj, sepse duke bërë këto gjëra, nuk do të pengoheni kurrë. 2 Pjetri 3:12. Duke pritur dhe shpejtuar ardhjen e ditës së Perëndisë, për shkak të së cilës qiejt marrin flak do të treten, dhe elementet të konsumuar nga nxehtësia do të shkrihen. 2 Pjetri 3:14. Prandaj, shumë të dashur, duke i pritur këto gjëra, përpiquni të jeni përpara tij të papërlyer dhe të paqortueshëm në paqe. 2 Pjetri 3:17. Ju pra, shumë të dashur, duke i ditur këto gjëra, ruajuni se mos ligështoheni në qendresën tuaj, të tërhequr nga gabimi i të pabezëve. 1 Gjonit 2:24. Ajo që ju, pra, dëgjuat nga fillimi le të qëndrojë në ju, në qoftë se ajo që dëgjuat nga fillimi qëndron në ju, edhe ju do të qëndroni në birin dhe në atin. 1 Gjonit 2:27. Dhe, sa për ju, vajosja që keni marrë prej tij qëndron në ju dhe nuk keni nevojë që ndokush t'ju mësoj, por, duke qenë se vajosja e tij ju mëson çdo gjë dhe është e vërtetë dhe nuk është gënjeshtër, qëndroni në të ashtu sikurse ju mësoi. 1 Gjonit 3:7. Djema, kur kush mos ju mashtrof, ai që zbaton drejtësinë është i drejtë, ashtu sikur është i drejtë ai. 1 Gjonit 3:11. Sepse ky është mesazhi që dëgjuat nga fillimi. Ta duam njëri tjetrin. 1 Gjonit 3:18. Djema të rinj, të mos duam me fjalë, as me gjuhë, por me vepra dhe në të vërtetë. 1 Gjonit 4:1. Shumë të dashur, mos i besoni çdo frymë, por i vini në provë frymërat për të ditur nëse janë nga Perëndia, sepse shumë profetë të rrem kanë dalë në boll. 1 Gjonit 4:7. Shumë të dashur, le ta duam njëri tjetrin, sepse dashuria është nga Perëndia dhe kushdo që do, ka lindur nga Perëndia dhe e njeh Perëndin. 1 Gjonit 5:16. Nëse dikush sheh vëllain e vet se kryen një mëkat që nuk çon në vdekje, le t'i lutet Perëndisë, dhe ai do t'i jap jetën atyre që bëjnë mëkat që nuk çon në vdekje. Ka mëkat që çon në vdekje, nuk them që ai të lutet për këtë. 1 Gjonit 5:21. Djema, ruani veten nga idhujt. 2 Gjonit 1:5. Dhe tani të lutem ty, Zonjë, jo sikur po të shkruaj një urdhërim të ri, por atë që kishim pasur nga fillimi, që ta duam njëri tjetrin. 2 Gjonit 1:8. Bëni kujdes se mos humbni fryti i gjërave të kryera, por bëni në mënyrë të merrni një shpërblim të plotë. 3 Gjonit 1:11. Shumë i dashur, mos imito të keqen, por të mirën. Ai që bën të mirën është nga Perëndia, por ai që bën të keqen nuk e ka parë Perëndin. Juda 1:17. Por ju, shumë të dashur, mbani mend fjalët që ju kanë parathënë apostujt e Zotit ton Jezu Krisht. Juda 1:20. Por ju, shumë të dashur, duke ndërtuar veten tuaj mbi besimin tuaj shumë të shenjtë, duke u lutur në frymën e shenjtë. Juda 1:21. Ruhuni në dashurinë e Perëndisë, duke pritur mëshirën e Zotit ton Jezu Krisht për jetën e përjetshme. Juda 1:22.
Dhe kini dëmshuri për njëri duke përdorur dallim. Juda 1:23. Por shpëtojini të tjerët me druajtje, duke ja rrëmbyer zjarrit dhe duke u rryer edhe rrobën e ndotur nga mishi. Zbulesa 2:5. Kujtohu, pra, se nga ke rënë, pendohu dhe bëj veprat e para, në mos do të vi së shpejti te ti dhe do ta luaj shandanin tënd nga vendi i vet, nëse nuk pendohesh. Zbulesa 2:10. Mos ki frikë nga ato për të cilat do të vuash. Ja, djalli do të hedhë disa prej jush në burg, që të provoheni, dhe ju do të keni shtrengim për 10 ditë. Je besnik deri në vdekje dhe unë do të jap kurorën e jetës. Zbulesa 2:16. Pendohu, përndryshe do të vi së shpejti te ti dhe do të luftoj kundër tyre me shpatën e gojës sime. Zbulesa 2:25. Por mbajeni fort atë që keni, derisa të vi. Zbulesa 2:29. Kush ka vesh, le të dëgjoj atë që fryma u thot kishave. Zbulesa 3:2. I syqel dhe forco mbetjen e gjërave që gati po vdesin, sepse nuk i gjeta të përkryera veprat e tua përpara Perëndis tim. Zbulesa 3:11. Ja, unë vi shpejt, mbaje fort atë që ke, që të mos të marrë ndokush kurorën tënde. Zbulesa 3:18. Të këshilloj të blesh nga unë artëkulluar në zjarr që të bëhesh i pasur, edhe petka të bardhë që të vishesh dhe të mos duket turpi i lakurisisë sate, edhe vajo sytë e tu me kolir që të shohesh. Zbulesa 3:19. Unë të gjitha ata që i dua i qortoj dhe i ndëshkoj, prandaj i zellshëm dhe pendohu. Zbulesa 19:5. Dhe nga froni erdhi një zë duke thënë, lëvdoni Perëndin ton, gjithë ju shërbëtorë të tij dhe ju që e druani, dhe të vegjëlit dhe të mëdhenj. Zbulesa 22:17. Dhe fryma dhe nusja thonë, eja. Dhe ai që dëgjon le të thotë, eja. Dhe ai që ka etje, le të vi, dhe ai që do, le të marrë si dhuratë ujin e jetës.